Përshëndetje të nderuar shikues, jemi së bashku në edicionin informativ të orës 14 këtu në studion e Blu Televizion. Vlora nuk është vetëm destinacion për turistët që kërkojnë hotele luksoze, resorte dhe shërbime elitare. Qyteti dhe zonat përreth tij po tërheqin gjithnjë më shumë vizitorë që udhëtojnë me buxhet të kufizuar, por që dëshirojnë të njohin vende të reja, të eksplorojnë natyrën dhe të përjetojnë aventura të veçanta. Vlora nuk është vetëm destinacion për turistët që kërkojnë hotele luksoze, resorte dhe shërbime elitare. Qyteti dhe zonat përreth po tërheqin gjithnjë më shumë vizitorë që udhëtojnë me buxhet të kufizuar, por që dëshirojnë të njohin vende të reja, të eksplorojnë natyrën dhe të përjetojnë aventura të veçanta. Të rinj, student, grupe miq dhe familje zgjedhin të udhëtojnë me automjete personale, furgon apo çadra kampingu duke shmangur shpenzimet e larta. Për ta rëndësi nuk ka luksi, por liria për të lëvizur, për të zbuluar plazhe të ndryshme dhe për të kaluar më shumë kohë në natyrë. Është hera e parë që unë vi në Shqipëri. Quhem Elisabeth dhe vi nga Vjena. Kam ardhur në Shqipëri së bashku me një grup shokësh. Jemi gjithsej 19 persona. Dhe do të qëndrojmë vetëm këtu në Vlorë për rreth 2 javë. Vendi dhe natyra po na pëlqen shumë. Jemi duke shijuar qëndrimin dhe natyrën e bukur të kësaj zone. Quhem Dharma dhe vi nga veriu i Italisë. Kemi mbritur vetëm këtë mëngjes, por deri tani përshtypjet janë shumë të mira. Unë vi për herë të parë dhe e vizitoj Shqipërinë dhe jam pikërisht këtu, në Vlorë. Nëse do t'ua rekomandoj Shqipërinë dhe miqve të mi, patjetër. Është një vend shumë i qetë dhe relaksues, ndaj patjetër do t'ua rekomandoja dhe miqve të mi. Si po ju duket Shqipëria? Më pëlqen shumë. Është një vend i bukur me njerëz të mirë dhe peizazhe të mrekullueshëm. Po e shijojmë shumë këtë udhëtim. Është hera ime e parë në Shqipëri. Jemi student. Unë do të filloj studimet për dizajn komunikimi në muajin shtator. Edhe për ju është hera e parë në Shqipëri? Po, kam ardhur së bashku me miqtë e mi, udhëtoj me furgon dhe flem në çadra. Dëshironim të provonim një përvojë të re. Është hera e parë që udhëtoj në këtë mënyrë, vetëm me miqt dhe jo me familjen. Më dukej diçka interesante dhe një mundësi e mirë për të bërë më i pavarur dhe për të zhvilluar personalisht. Çdo mëngjes zgjohemi dhe vendosim se ku do të shkojmë, marrim furgonin dhe vazhdojmë udhëtimin. Programin e përcaktojmë nga dita në ditë. Kemi mbërritur në datën 23 korrik dhe do të largohemi në datën 1 gusht. Si po ju duket Shqipëria? Mendoj se Shqipëria është një vend shumë i mirë për të përjetuar eksperienca të ndryshme. Për të gjithë ne është vizita e parë në këtë vend dhe deri tani po na pëlqen shumë. Këtë vit i ndërpreva studimet universitare sepse nuk më pëlqente dega që kisha zgjedhur. Vendosa të punoj për rreth 6 muaj përpara se të nisja këtë udhëtim. Doja të fitoja përvojë, të udhëtoja dhe të njihja më mirë botën. Cili është mendimi juaj për Shqipërinë? Shqipëria është një vend shumë i bukur, njerëzit janë të sjellshëm dhe ushqimi është shumë i mirë. Deri tani, çdo gjë na ka pëlqyer. Unë studioj komunikim në universitet. Nuk është hera e parë që udhëtoj me miq, por është hera e parë që bëjmë një udhëtim të tillë me furgon dhe me çadra. Do të vizitojmë të gjithë Shqipërinë. Fillimisht udhëtuam në pjesën veriore të vendit, ndërsa tani po eksplorojmë jugun. Kam ardhur së bashku me të fejurën time. Shqipëria më duket shumë vend i bukur dhe i qetë. Është një destinacion relaksues dhe shumë i përshtatshëm edhe për familjet. Këtu ofrojnë shumë shërbime dhe deri tani po ndihemi shumë mirë. Kemi vetëm 2 orë që kemi mbërritur. Tani po përgatisim një pjatë makarona në stilin italian. Në Itali studioj dhe punoj.
Studioj për kinematografi. Synimi im është të bëhem regjisor ose të punoj në një fushë tjetër të industrisë së filmit. Ndërkohë punoj edhe si kamarier. Është vizita im e parë që vi në Shqipëri. Dhe normalisht do ta vizitoj sërish. Vlora ofron mundësi të shumta për këtë kategori turistësh. Plazhet publike, fshatrat bregdetare, shtigjen malore, parku kombëtar i Llogaras, lagunat dhe zonat e mbrojtura krijojnë kushte për ecje, kamping, fotografi dhe eksplorim. Edhe ushqimi tradicional, tregjet lokale, edhe bizneset familjare u japin vizitorëve mundësinë të shijojnë produktet e zonës me çmime të përballueshme. Turizmi me kosto të ulët sjell gjallëri, promovon natyrën dhe mbështet ekonominë lokale. Vlora dëshmon se një udhëtim i bukur nuk kërkon gjithmonë shumë para, por dëshirë për të eksploruar dhe për të krijuar përvoja të paharrueshme. Prej vitesh, banorët e fshatit Nart përballen me mungesën e ujit të pishëm, një problem i mprehtë veçanërisht në muajt korrik dhe gusht, kur temperaturat arrin në kulm dhe fluksi i pushuesve në zonë rritet ndjeshëm. Sipas banorëve, situata përkeqësohet për shkak të konsumit të lartë të ujit nga bizneset që ushtrojnë aktivitetet në zonën turistike të Zvërnecit. Prej vitesh, banorët e fshatit Nart përballen me mungesën e ujit të pishëm, një problem që bëhet edhe më i mprehtë gjatë muajve korrik dhe gusht, kur temperaturat arrin kulmin dhe fluksi i pushuesve në zonë rritet ndjeshëm. Banorët thonë se në ditët më të nxehta çezmat në shumë banesa mbeten thuajse të thata. Sipas tyre, situata përkeqësohet për shkak të konsumit të lartë të ujit nga bizneset që ushtrojnë aktivitetet në zonën turistike të Zvërnecit. Ata pretendojnë se një pjesë e konsiderueshme e ujit shkon për këto subjekte, ndërsa familjet në Nart mbeten pa furnizimin e nevojshëm. Shumë prej tyre tregojnë se uji vjen vetëm për rreth gjysmëore në ditë dhe kjo vetëm në disa lagje të fshatit. Për pjesën më të madhe të banorëve, furnizimi me ujë është pothuajse i pamundur duke krijuar vështirësi jo vetëm për nevojat bazë të familjes, por edhe për higjienën e përditshme apo ujitjen e kopshteve dhe perimeve. Por s'ka ujë, ne. Na dërgojnë një herë në 2 ditë, mbushim nga sa mbush. Shumë ditë nuk na dërgojnë fare. Jo prish pompa, jo s'ka drita, jo. Gjen një pretekst. Nga maji, kur fillon. Nga maji, ditë bejarin, shedo. Edhe problemi është uji. Jetë atje në mapo këtu, që ishin ata, si tanë ata. Pa ujë. Jetë zgjidh shteti. Ne jemi ngritur edhe në greve tjeta, po shteti çfarë themi, nuk themi gjë. Narta po digjet për ujë. Ka mbi 10 vjet. Sikur e marrin ato ndërmarrjet ose ata që kanë ngritur në për plazhe në për ato, ose atëherë nuk në furnizojnë drejt ajo bashkia me ujë. Për pirë blejnë. Shumë keq. Do me thënë, ka ditë që nuk ka ujë një. Nuk e hapin qezmat, pa pik ujë. U thanë të gjithat. Ka ditë nuk e llogaritëm ditë. Ujë ma vrije qesë. Probleme është vetëm ujë. Asgjë tjetër. Kush po që kam 2 djemtë unë. Të 2 djemtë janë, kosti janë. Se ne ujë nuk ka. Kjo është problem për të gjithë. Nuk është problem për ne vetëm. Se ne i kemi bërë kushtet që të kemi ujë, edhe ujë s'kemi. Tu është problem, unë jam Vangeli nga Narta, kam paguar faturat dhe kam marrë dhe kam dhe dokumentat për ankesa, që kam marrë aty dhe do t'jetë në gjyq, do jetë kompaninë. Ka vaqi 5 muaj, 6 muaj pa ujë. Ai shiko se vim me komo. Shiko atje që nuk ka fare. Asnjë gjë. Vaqi kaq kohë. Po të ujë do të ushqesë. Po kam bërë që nuk më vjen ujë. Unë lek paguaj dhe ujë nuk vjen. Po çati kam faturat, kam dokumentat të gjitha aty, kam edhe ankesat që kam bërë atje te kompania. Jo, ku di unë, jo, shikoj gjendja tani që vemi bashkë atje nuk ka ujë. Edhe banorët të Nartës që prej vitesh jetojnë dhe punojnë në Greqi, por që kthehen gjatë verës në vendlindje, shprehen se kjo është një problematike përsëritur çdo sezon. Ata thonë se prej shumë vitesh dëgjojnë premtime për zgjidhjen e situatës, por realiteti mbetet i njëjtë. Sipas tyre, tashmë është koha për një zgjidhje përfundimtare që t'i jap fund mungesës së ujit të pishëm. Neve kemi problem të madhe të ujit të pishëm. Neve vjen një orë në mëngjes, gjithmonë e fshatit nuk merr ujë.
Si do bëhet fjallë nuk dihet. Ne kemi patur nga Novosela, mersim 24 orë, kemi shuar dhe lartë për të vaditur nga Novosela. Tashti nuk kemi ujë fare, vinë djemë këtu nuk din të lajnë fare. Prandaj nuk vinë të ditë. Greku na i bëri që të gjitha, dhe neve tani s'kemi ujë fare. Si jabi, mas një gjë, ja, u kalbën robat në lavatri që kanë 3-4 ditë. Si u t'jabi, kanë dalë gjithë mytë. Gjuna nga Zoti është. Tu kanë varuar, Narta është vendi më i mirë në Shqipëri. Janë njerëzit më të mirë, më të mrekullueshëm, më punëtor. Nuk ka vend më të mirë si Narta. Po është gjuna, mos e vësh dorë për Nartën. Po janë një pjesë e vogël është. Tani kur që të gjithë, pse të ikin? Pse të ikin? Kam ngel vetëm pleqtu, është gjuna. Na vjen për të qarë, unë kam qenë kaq vite ande, kam marrë dhe jam kthyer këtu, se kam burin të realizuar. Me bidona. Për të larë nga pusi. Kush ka pus, kush ka veni në ujtë ftohtë aty të marrim. Është problemi madh shumë, shumë problem. Ku? Ja, herë s'kam bërë asnjë punë. Nga Narta jam, kam shpinë këtu. Erdhëm çik për bear, pres të vijë dhe fëmijët. Çfarë do vinë? Do vinë do ikim prapë, çfarë do bëj? Po pa ujë. Pa ujë. Fare, s'ka ujë. Ne me kohën e Hoxhës e kishim dhe pajeka, edhe derdhjes në kanaje. Tani bota janë miliona, dhe s'gjeje, është turp të thua s'ka ujë, turp. Punuam, bëm një dy këshu, të jetojmë dhe neve si njerëz. Kot që vim. Mungesa e ujit të pijshëm mbetet një nga shqetësimet kryesore të banorëve të Nartës dhe Zvërnecit, veçanërisht gjatë sezonit turistik. Në një zonë që çdo verë pret mijëra vizitorë, banorët kërkojnë që furnizimi me ujë të mos jetë më një problem i përvitshëm, por të garantohet në mënyrë të qëndrueshme për të gjithë. Një tjetër parkim publik në qytetin e Vlorës po kthehet tashmë me pagesë. Prej 1 gushtit, parkimi pranë Pallatit të Sportit Flamurtari do të jetë me pagesë. Bashkia e Vlorës ka vendosur në hyrje të parkimit tabelën e cila sinjalizon se parkimi shumë shpejt do të ofrohet kundrejt pagesës. Një tjetër parkim publik në qytetin e Vlorës po kthehet tashmë me pagesë. Bëhet fjalë për parkimin tek Pallati i Sportit Flamurtari, i cili prej fillimit të muajit gusht do të jetë me pagesë. Të gjithë drejtuesit e mjeteve që do të parkojnë aty në gusht, por edhe në vazhdim, do të duhet të paguajnë tarifat të ndara sipas orëve të qëndrimit. Bashkia e Vlorës ka vendosur në hyrje të parkimit tabelën e cila sinjalizon se parkimi shumë shpejt do të ofrohet kundrejt pagesës. Parkimi publik në sheshin përpara Pallatit të Sportit Flamurtari do të kthehet tashmë me pagesë. Bashkia e Vlorës ka vendosur në hyrje të tij tabelën e cila sinjalizon se parkimi publik do të jetë me pagesë. Kjo është një kosto tjetër e cila rëndon sigurisht xhepat e qytetarëve të Vlorës, drejtuesve të automjeteve në një kohë kur qyteti i Vlorës ka një problem madhor, dhe ai është mungesa e parkimit. Gjithashtu, në të janë vizuar edhe vendet e parkimit me ngjyrë blu që tregojnë se kemi të bëjmë me një parkim publik me pagesë. Parkimet që do të jenë në pjesën anësore të Pallatit të Sportit, si edhe përpara stadiumit Flamurtari, janë me ngjyrë të verdhë. Janë të vetmet parkime falas, por që do të jenë në shërbim vetëm të institucioneve. Shumë shpejt në të do të vendoset në dispozicion një punonjës i cili do të mbledhë edhe tarifat e pagesës. Qëllimi është që brenda pak muajve pagesa të kryhet me SMS, praktik kjo e cila është kryer më parë në kryeqytet. Tarifat për parkimin për një orë do të jenë 50 lekë dhe më pas këto tarifa do të shtohen, duke arritur deri në 500 lekë të reja për të gjithë ata të cilët parkojnë nga 12 deri në 24 orë. Indeksimi i pronave ka dhënë menjëherë efekt në tregun imobiliar, sipas ndriçime Minaj, agent imobiliar. Shumë prej qytetarëve të Vlorës kanë përfunduar rivlerësimin e pronës së tyre. Kjo gjë ka bërë që shumë prona të papërdorshme më përpara të bëhen pjesë e tregut imobiliar. Indeksimi pronave ka dhënë menjëherë efekt në tregun imobiliar. Ndriçime Minaj, agent imobiliar, thotë se shumë prej qytetarëve të Vlorës kanë përfunduar rivlerësimin e pronës së tyre. Sipas me Minajt, kjo gjë ka bërë që shumë prona të papërdorshme më përpara të bëhen pjesë e tregut imobiliar. Me Minaj sqaron se më shumë prona të reja që bëhen pjesë e tregut imobiliar u kanë dhënë mundësi blerësve vendas dhe të huaj të kenë mundësi zgjedhjeje. Këto prona në treg sipas tij kanë dalë me një çmim të njëjtë sa apartamentet e reja. Në shumë raste, sipas tij, edhe me çmim më të lartë, duke ndikuar edhe në rritjen e çmimit të pronave në qytet. Po, do të thoya që po ta krahasoj me vitet e kaluara, flasim jo më lart, po me 2025 kemi më tepër prona që janë prona të vjetra, që janë
me certifikat dhe po janë rivlerësuar dhe kanë dalë në treg për shitje. Kjo ka ndikuar, mendoj se ka dhënë ndikimin e saj rivlerësimi për nxjerrjen në treg të pronave të reja. Po apartamente, shtëpi private, pak janë njësi biznesi, por që më tepër janë apartamente dhe shtëpi private. Apartamente kam peshën kryesore të pronave që janë rivlerësuar. Si çdo pronar apartamenti normal mundohet të përfitojë më tepër, kështu që kjo po sjell që janë me çmime të larta, me çmime të konsiderueshme, nuk janë me çmime nën treg, që mund të themi mund ta qenë me standardin e ndërtimeve të reja. Janë aty me çmimet e ndërtimeve të reja dhe edhe pronat e vjetra me certifikat. Atëre, për numrin e pronave patjetër që kjo ndikon edhe për normalisht edhe për t'i shtuar më tepër produkte, për t'i ofruar më tepër produkt klientëve që ne kemi në zyrë. Patjetër që kjo është një ndikim pozitiv. Atëre, pronat që janë rivlerësuar normalisht janë në zonat më brenda qytetit, një pjesë mund të themi që zona e Lungomares, Plazhi Vjetër, zona e Skelës, bulevardi, Transballkanike, këto janë zonat që ne merrim paka shumë më tepër me pjesën e shitjeve, me pronat që janë të certifikuara, pastaj zonat që janë në ndërtime sipër siç është Radhima, normalisht rivlerësimi nuk është ndikon shumë pasi janë pronat të reja dhe dihet që janë blerë së fundmi edhe me çmimin e tregut dhe nuk ka nevojë për rivlerësim. Shiko, mendoj se do ketë edhe ka, për arsye sepse sapo janë kthyer emigrantët që bëjnë pushime, normalisht dhe muaji gushti do sjell më tepër emigrantë edhe normalisht ata do të nxjerrin pronat që kanë për shitje, do të nxjerrin në treg. Pronat të cilat janë rivlerësuar, sipas të dhënave nga agjentët imobiliar, janë kryesisht në brendësi të qytetit, si dhe në vijën e 2 dhe të 3 në Bregdet. Më pak pronat të rivlerësuara ka pjesa e Radhimës dhe Orikumit, që është momentalisht një kantier ndërtimi, si dhe godinat e banimit që janë ndërtuar aty vitet e fundit. Në Vlorë vitet e fundit duket se ka ndryshuar mënyra e trajtimit të kafshëve. Sipas animalistit Safet Rakipaj, vlonjatët i duan dhe përkujdesen jo vetëm për kafshët e shtëpisë, por edhe për ato e ndacak, ndërsa numri personave animalist rritet nga viti në vit. Safet Rakipaj, animalist, tregon se vlonjatët i duan dhe përkujdesen, jo vetëm për kafshët e shtëpisë, por dhe për ato e ndacak. Rakipaj konfirmon faktin se numri personave animalist rritet nga viti në vit. Kjo për shkak se shumë persona e kanë kuptuar vlerën e një kafshë shtëpiake. Sipas Rakipajt, një kafshë në shtëpi është miku më i mirë, teksa sjell më shumë lumturi, gëzim dhe qetësi shpirtërore tek ata që kujdesen për to. Në vitet e fundit ka ndryshuar normalisht kjo dashuria ndaj kafshës sa vjen e po rritet. Nëse në fillim ishin të pak personat që i donin kafshë që kujdeseshin për ta, sidomos për kafshët e rrugës, tani sapo vjen e po rritet. Njerëzit janë ndërgjegjësuar më tepër dhe kanë kuptuar se dashuria ndaj kafshëve është një ndër virtytet më të mëdha që ka njerëzimi dhe po rritet. Po çfarë fiton një njeri duke patur dashuri ndaj kafshës apo dhe duke mbajtur një kafshë shtëpiake? Përfitimi është një përfitim emocional që jo çdo kush e përjeton. Por është e sigurt që të gjithë ata që kanë një kafshë në shtëpi, apo që kujdesen për një kafshë në rrugë, apo dhe një kafshë të afërm të tyre, e ndjejnë këtë ndjesi dhe janë më të lumtur. A ka shumë veta që kanë kafshë shtëpiake në shtëpi dhe që kujdesen siç duhen për këtë fundit? Pjesa më e madhe që kanë kafshë shtëpiake kujdesen siç duhen për ta. Pastaj qytetarëve që kanë kafshë në shtëpi? Numri i qytetarëve që kanë kafshë sapo vjen e po rritet. Animalisti Safet Rakipaj tregon se përkujdesja për kafshët e shtëpisë dhe ata e ndacak, sigurisht që ka kosto. Shumë prej qytetarëve të Vlorës, por dhe të huaj, shpenzojnë për kafshët e shtëpisë, por dhe ata e ndacak. Ata sipas Rakipajt blejnë duke filluar nga ushqimet tek vendet e qëndrimit, por dhe për argëtimin e tyre. Sipas animalistit, shumë persona blejnë kafshët shtëpiake ku ndër më të preferuara janë macet. Ndoshta si një trend, ndoshta si duke parë të tjerët se sa rehat ndjen në kafshët e tyre. Por që është një numër që sa vjen e po rritet. Ndërkohë, a shpenzojnë vlonjatët për kafshët shtëpiake kryesisht? Po, pjesa më e madhe e vlonjatëve shpenzojnë për kafshët shtëpiake, por shpenzojnë edhe për kafshët e rrugës. Ka dhe shumë vullnetarë që marrin produkte më të mira për kafshët e rrugës. Pjesa më e madhe janë të huaj, por dhe shqiptarët po. Çfarë blejnë kryesisht? Le të themi cilat janë ato produktet më të tërhequra? Produktet bazë janë ushqimet, snackët, higjiena sanitare, por që ndërsa për kafshët e rrugës është antiparazitar dhe ushqime. Për t'i mbrojtur, kafshët po blien.
Blihen, por jo në një numër shumë të madh. Më të preferuara? Më të preferuar macet, pasi janë më të thjeshta për të mbajtur. Ka ndryshuar në realiteti dhe i turizmit e vitet e fundit që të vinë në Vlorë dhe të kujdesen për kafshët, je pereke fakën fjalën tënde? Normal që po. I të huajt kanë qenë në shtysa kryesore, që kanë filluar janë kujdesur për kafshët e rrugës, për kafshët e braktisura. Dhe ata me thënë kanë qenë gjithmonë më përpara se sa ne me dashurinë ndaj kafshëve dhe dinë atë ndjesë. Ke një mesazh për gjithë ata të cilët e themi janë skeptik pse duhet marrin një kafshë shtëpiake në banesë? Normal që po. Një kafshë shtëpiake në banesë, përveç studimeve që janë bërë që të rritë lumturinë e çdo personi që ka një të tillë, është dhe një mik shumë i mirë për të moshuarit kur janë vetëm, për fëmijët e vegjël për të socializuar, po dhe për njerëzit që kanë një familje që kanë të plotësuar, një kafshë shtëpiake është një person më tepër. A e këshilloni? Patjetër që po. Jo vetëm qytetarët e Vlorës, por dhe shumë të huaj që jetojnë në qytet mbajnë në shtëpi një kafshë ndacake. Shumë prej turistëve që vizitojnë Vlorën kujdesen për kafshët e ndacake, duke i hedhur ushqim sa herë i hasin në rrugë apo duke i strehuar ato. Protesta, kriminaliteti dhe ndikimi i korrupsionit janë ndër shqetësimet kryesore të evidentuara nga raporti i sigurisë së Departamentit Amerikan të Shtetit për Shqipërinë. Dokumenti e përshkruan vendin tonë si një destinacion me rrezik të menaxhueshëm, por nënvizon disa fusha ku kërkohet vëmendje më e madhe nga autoritetet. Protestat, kriminaliteti dhe ndikimi i korrupsionit janë ndër shqetësimet kryesore të evidentuara nga raporti i sigurisë së Departamentit Amerikan të Shtetit për Shqipërinë. Dokumenti e përshkruan vendin tonë si një destinacion me rrezik të menaxhueshëm, por nënvizon disa fusha ku kërkohet vëmendje më e madhe nga autoritetet. Raporti vë në dukje protestat e fundit në Tiranë. Në vitin 2026, protestat të mëdha kishin në shenjestër një projekt turistik luksoz në ishullin e Sazanit. Tubimet filluan si demonstrata lokale mjedisore, po kur policia i shpërndau këto tubime, mira shqiptar dolën në rrugë në qytetet kryesore. Protestat u rritën duke përfshirë thirrje kundër korrupsionit qeveritar dhe disa prej tyre u bën të dhunshme, thuhet në raport. Po ashtu dhe korrupsioni vijon të shihet si një pengesë për funksionimin institucional dhe klimën e biznesit. Korrupsioni dhe pengesat në ndarjen e informacionit midis agjencive qeveritare, koordinimin pamjaftueshëm brenda agjencive dhe një sistem gjyqësor ende në zhvillim e sipër, vazhdojnë të pengojnë përpjekjet e zbatimit të ligjit në Shqipëri, thuhet në raport. Sa i takon zgjedhjeve të fundit, raporti vlerëson se kanë shënuar përmirësim krahasuar me të kaluarat, megjithatë vazhdojnë të ekzistojnë problematika që lidhen me financimin e fushatave dhe tensionet politike. Ciklet e fundit zgjedhore kanë rezultuar në një proces më të balancuar dhe të drejtë, por u vë në duke në mënyrë specifike se procesi zgjedhor u karakterizua nga keq përdorimi i burimeve publike nga partia në pushtet, përdorimi i gjuhës përçarse nga dy partitë kryesore politike, mungesa e transparencës në financimin e fushatave dhe mbulimi pa balancuar mediatik i partive më të vogla. Në përfundim, raporti nuk e klasifikon Shqipërinë si një vend me rrezik të lartë, por nënvizon nevojën për kujdes ndaj protestave, kriminalitetit dhe sfidave që lidhen me sundimin e ligjit. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falenderoj për vëmendjen, bashkë miropafshim.